Kjo I dedikohet Adem Demaçi, dhe më thonë për ndertët e linjës së 90 e tij, por kjo është vetëm refleksione politike në ndritën e mendimit Adem Demaçit. Kjo është një farë rebelimit të quajmë të mendimit, duke pa ngjarjet të cilat po zhvillohen sot, tmetat e shoqërisë sonë. Edhe janë trajtu disa tema të cilat I spjegojnë këto, domethënë refleksione të disa ndodhive, si për shembull harresa që është ndër tmetat më të mëdha të shoqërisë sonë sot, domethënë se harron vlerat, kanë ardhur në skenë pseudo vlerat, të cilat domethënë vetëm për të zgjatur pushtetin dhe për të për thjesht bëjnë që po bëjnë diçka e s'bëjnë asgjë, dhe këto domethënë janë komplet vetëm refleksione politike, nuk ka domethënë spjegime lidhje me këto edhe kërkesa për një etos të ri, se kjo libër quhet Kohë pa etos, gjë që thotë se është një kohë pa moral politik, pa përgjegjësi politike, kështu që kërkohet, domethënë që të ndryshohet kjo kohë, kërkohet që të ketë moral politik, përgjegjësinë politike e tjera. Se kjo nuk është libër për me qetësu dikon, por libër me trazu faktikisht mendimin për me kontribu për shprehjen e realitetit të ditëve të sotme, edhe për një propozim për në të ardhmen, domethënë për një jetos të ri. Mësimi I tij është që ta ruani lirinë mësane, edhe mos lejojmë që në hapësirën të plasojnë vetëm të pavërtetën, po të luftoni edhe ta plasoni të vërtetën. Domethënë qëllimi I këtij libri është që në hapësirën tonë ta plasojmë të vërtetën, të spjegojmë se jetojmë në një kohë pa etos, pa moral, pa përgjegjësi politike e tjera, dhe të luftojmë që ta bëjmë një kohë me një etos të ri, me një politikë, me moral. Besim Baraliu është njëri prej, si të thuash, dishepujve të Adem Demaçit, është njëri prej nxënësve të Adem Demaçit, I cili tek ai që autori e quan brezi Liri Bërës dhe shtet ndërtues, ka arrit ta mbjell një bindje se ky brez që I ka hyrë rrugës për lirinë dhe ndërtimin e shtetit Kosovës, duhet ta ketë koherencën e vet, duhet ta ketë vazhdimsinë dhe të mos lodhet në asnjë moment të etapës së zhvillimeve historike. Tash sidomos në vitet e pas lirisë dhe të pas pavarësisë, autori, domethënë në këtë libër, ka identifikuar disa dukuri që ai quan, domethënë të pa etos, domethënë që I shkelin pikërisht çto vlera, domethënë çto standarde që ky brez Liri Bërësish dhe shtet ndërtuesish I ka ndërtuar me mund të jashtëzakonshëm, me sakrifica të mëdha. Dhe me një farë forme, përmes këtyre 21 përsiatjeve që I ka shkruar, bën thirrje që të mbrohen, bën thirrje që ata që sot, domethënë ka një rast që autori thotë sot institucionet e lirisë sulmohen nga zyrat qeveritare. Kjo është domethënë sipas autorit një zhgënjem I jashtëzakonshëm për brezin e këtyre që e kanë kriju domethënë lirinë dhe pavarësinë. Unë kisha preferuar që ta lexojnë sidomos njerëzit kjo klasë e sot me politike, kësaj klase politike që ka ndërtuar narrativa mashtruese. Domethënë kur autori ndjehet I tmerruar kur dëgjon të tjerët që thonë domethënë këto 25-6 vjet gjithçka u shkatërruar. Ky libër bën thirrje që të mbrohen domethënë këto dy fundamente të kësaj lufte, kësaj sakrifice, pjesë e cilës domethënë është autori Besim Baraliu, me një veprimtari pothuajse gjysmë shekullore, që kur ka qenë gjimnazist, dhe si të thuash, duke e ruajtur këtë koherencë, sepse kjo
Koherenca do të thotë vazhdimësia, duke ruajtur vazhdimësinë si porosi e Adem Demaçit, domethënë.